Pete Davidson rrëfen se po heq më shumë se 200 tatuazhe nga trupi i tij. Procesi dhimbshëm pritet të zgjasë një dekadë. Komiku dhe aktori i njohur amerikan Pete Davidson ka zbuluar se ka nisur një proces të gjatë dhe të dhimbshëm për të hequr më shumë se 200 tatuazhe nga trupi i tij. Në një intervistë të re, ai tregoi se kur e nisi këtë rrugëtim dhe sa kohë do t'i duhet për ta përfunduar. Nisa gjatë pandemisë në vitin 2020, më duhen edhe 10 vite të tjera. Duart janë pothuajse gati, ndërsa në qafë dhe pëllëmb kam edhe pak punë, tha ai. Ai shpjegoi gjithashtu se ende i kanë mbetur tatuazhet në pjesën e shpinës dhe të torzos për t'i hequr, duke përshkruar procedurën me lazer si jashtëzakonisht të dhimbshme. Është si të vendosësh dorën mbi një zgar të ndezur dhe të djegësh një shtresë të lëkurës. Pastaj duhet ta trajtosh dhe ta lësh të shërohet në mënyrë natyrale. Nuk është e lehtë, nuk do të gënjej. Aktori u shfaq me një pamje më të pastruar në një fushat të markës Reformation, ndërsa në emision me Jimmy Fallon pranoi se do të mbaj vetëm 2 ose 3 tatuazhe sepse procesi i heqjes është më i vështirë se vetë tatuazhet. Të djegin një shtresë të lëkurës dhe pastaj duhet të presësh nga 6 deri në 8 javë për të shëruar. Nuk duhet të ekspozohesh fare në diell, edhe këtë duhet ta bësh edhe 12 herë të tjera. Ai këshilloi publikun që të mendojë mirë përpara se të bëj tatuazh duke shtuar me humor. Mendohuni 2 herë për atë tatuazhin e Game of Thrones që po e planifikoni. Sa i përket arsyes pse kishte bërë kaq shumë tatuazhe, ai u shpreh me sinqeritet. Isha një djalë i trishtuar, ishte e çuditshme, nuk e di. 5 vite më parë të gjithë po bënin tatuazhe. Pete zbuloi gjithashtu se vendimin për të hequr tatuazhet e mori pasi ndaloi së piri alkool duke shtuar. Nuk e njihja më veten kur shikohesha në pasqyrë. Sipas mediave ndërkombëtare, Davidson ka shpenzuar më shumë se 190.000 euro për këtë proces të gjatë dhe të kushtueshëm të heqjes së tatuazheve.